Vendimi për t'i dhënë Muhamedit vendin e parë në këtë libër me personalitetet më të shquara të historisë mund të duket i papritur disa lexuesve, ndërsa të tjerëve mund të zgjojë dyshimin nëse është ky i vetmi njeri në histori që ka arritur suksese të jashtëzakonshme, si në zhvillimin e fesë së tij, ashtu dhe në atë të nivelit qytetar. Në një preardhje e thjeshtë, Muhamedi arriti të krijojë dhe të përhapë një nga fetë më të mëdha në botë dhe të bëhet një nga udhëheqësit politik me efikasitet të jashtëzakonshëm. Sot, 13 shekuj pas vdekjes, ende është shumë i fuqishëm ndikimi i veprimtarisë së tij fetare. Shumica e personaliteteve të këtij libri kanë patur fatin të lindin në erën e civilizimit, ndërsa Muhamedi u lind në vitin 570 në Mekë, qytet në Arabinë Jugore. Në atë kohë një rajon i prapambetur, larg gjithë qendrave të tregtisë, kulturës dhe shkencës. Në moshën 6 vjeçare, mbeti jetim dhe u rit në një mjedis të thjeshtë. Sipas të dhënave islamike, ai ishte i pashkollë. Gjendja ekonomike e tij u përmirësua kur në moshën 25 vjeçare u martua me një bejush të pasur. Pavarësisht nga kjo, deri në moshën afro 40 vjeçare, tek ai nuk u duk ndonjë shenjë jashtme e një personaliteti të ardhshëm kaq të njohur. Në atë kohë shumica e arabëve besonin në shumë perëndi. Në Mekë jetonin një numër i vogël hebrejsh dhe të krishterësh. Pikërisht nga ata ai mësoi për ekzistencën e një të plot fuqishmi Zot, i cili zotron gjithësinë. Në moshën 40 vjeçare ju shfaq sikur kishte rënë në kontakt me Zotin, Allahun, i cili e kishte zgjedhur atë për të përhapur fenë e vërtetë. Pas kësaj, për 3 vjet me radhë, Muhamedi filloi të predikojë fenë e re tek miqtë e afërt e tek të njohurit. Më vonë, rreth vitit 613, filloi ta predikojë atë në një rreth më të gjerë njerëzish e të rekrutoi udhëtar të tij. Pushtetarët në Mekë filluan ta shohin me sy të keq. Duke ndier rrezikun, në vitin 622, ai shkoi në Medinë, qytet rreth 320 kilometra në veri të Mekës, ku i ofruan shërbime të rëndësishme me ndikim politik. Ky largim nga Meka, i quajtur Hegira, u bë pikfati në jetën e tij. Në Medinë gjeti shumë udhëtar që e respektuan dhe e nderuan si Zot absolut. Në vitet e mëvonshme, kur numri i udhëtarëve të tij u rit shumë, filluan luftrat e njëpasnjëshme midis Medinës dhe Mekës. Në vitin 630, ato pushuan dhe Muhamedi u kthye në Mekë si fitimtar. Në 2 vite e gjysmë të fundit të jetës së tij, fiset arabe u bashkuan shpejt me fenë e re. Kur vdiq në vitin 632, Muhamedi kishte arritur të bëjë udhëheqësi i vërtet në gjithë Arabinë Jugore. Fiset beduine në Arabi ishin të njohura për trimërinë e tyre, por si të pakta në numër e të çorganizuara nga grindjet dhe luftrat vetjake, ato nuk mund të mateshin me ushtritë e mbretërve të tjerë që ishin më të mëdha në numër. Ndaj u vendosën në rajonet bujqësore në veri. Të bashkuar nga Muhamedi e të frymëzuar nga besimi i tyre zjarrt në një Zot të vetëm të vërtet, për herë të parë në historinë e tyre u lëshuan në varg luftrash të vërteta. Në verilindjet e Arabisë shtrihej hapësira e perandorisë së re persike e Sasanidëve. Në veri perëndim shtrihej Bizanti ose perandoria lindore romake me qendrën e vet Konstantinopolin. Në numër arabët nuk mund të krahasoheshin me kundërshtarët e tyre. Megjithatë, në fushën e betejës situata u bë krejt ndryshe. Arabët kurajos dhe entuziast filluan të pushtojnë gjithë Mesopotaminë, Sirinë dhe Palestinën. Në vitin 642, Egjipti u tërhoq nga perandoria bizantine, ndërsa ushtritë persiane kishin fituar në luftrat e mëdha rreth Kadassis në vitin 637 dhe Nehavendit në vitin 642. Por
por pushtimet e mëdha të arritura në udhëheqjen e miqve më të afër dhe udhëtarëve të Muhamedit, Abu Bakr dhe Omar ibn al-Khattab, nuk ishin fundi i sulmeve arabe. Në vitin 711, këto ushtri shkelën Afrikën Veriore deri në Oqeanin Atlantik. Prej andej u shtyn në veri, kaluan Gibraltarin dhe pushtuan mbretërinë e Spanjës. Në këtë kohë u shfaq dhe rreziku mysliman për të nënshtruar gjithë Evropën e krishterë. Por në betejën e famshme për Turin në vitin 732, kur kishin hyrë deri në mes të Francës, ata u thyen, u mundën nga francezët. Pavarësisht nga kjo humbje, për më pak se një shekull, fiset beduine, të frymëzuara nga fjalët e profetit, krijuan perandorinë e tyre të madhe, që shtrihej nga India në Oqeanin Atlantik. Gjë që s'ishte parë kurrë deri atëherë. Pas kësaj kudo ku shkelte ushtria myslimane, feja e re përhapej në mënyrë masive. Në të vërtetë kjo perandori nuk e pati jetën të gjatë. Më vonë persianët, edhe pse ruajtën fenë e profetit, u shkëputën nga arabët duke fituar pavarësinë e tyre. Në Spanjë, pas një lufte 7 shekullore, krishterët e thyen tërë gadishullin. Megjithatë, Mesopotamia dhe Egjipti, djepet e civilizimit antik mbetën arabe, duke drejtuar në gjithë bregun verior afrikan. Kuptohet që kjo fe e re gjatë shekujve filloi të përhapej larg kufive ku u themelua. Sot feja myslimane ka me 10 milion udhëtar të saj në Afrikë, Azinë e Mesme dhe shumë më tepër në Pakistan, në Indinë Veriore dhe në Indonezi. Megjithatë, në nën kontinentin e Indis, konflikti midis myslimanëve dhe hindusëve ende është pengesë kryesore e rrugës së bashkimit. Në një situatë të tillë si duhet vlerësuar ndikimi i përgjithshëm i Muhamedit lidhur me historinë njerëzore. Si të gjitha fetë, dhe islamizmi ka ndikim të madh tek udhëtarët e vet. Pikërisht për këtë arsye të gjithë krijuesit e feve zën vend të rëndësishëm në libër. Por në këtë rast mund të duket si jo e drejtë vendosja e Muhamedit përpara Krishtit, kur dihet se të krishterët në botë janë rreth 2 fish më shumë se myslimanët. Për këtë klasifikim në libër ka 2 shkaqe kryesore. Së pari, Muhamedi ka luajtur rol shumë të rëndësishëm për zhvillimin e islamizmit, se Jezusi për zhvillimin e kristianizmit. Edhe pse Jezusi ka dhënë bazat e normave etike dhe morale të krishtërimit, se ato ndryshojnë nga të judaizmit, Shën Pavli është ai që përpunoi teologjinë kristiane. Është udhëtari kryesor i zjarrit të idesë së re dhe autori një pjese të madhe të dhjatës së re. Ndërsa Muhamedi është krijuesi i teologjisë islamike dhe i parimeve kryesore etike morale të myslimanizmit. Veç kësaj, ai ka luajtur rolin kryesor në përhapjen e fesë së re dhe në krijimin e ideve të saj. Para së gjithash, ai ishte autori i librit fetar mysliman Kuranit, një fjalor me urtësi të Muhamedit, të frymëzuara kryesisht nga ai. Pjesa më e madhe e tyre janë rishkruar shumë a pak të vërteta, që në kohën kur jetonte Muhamedi, ndërsa pas vdekjes së tij, për një kohë të gjatë janë mbledhur në një fjalor me burim të sigurt. Pra, Kurani paraqet në një shkallë të lartë mendimet dhe idetë e vërteta të Muhamedit. Ndërsa një fjalor i tillë kaq i hollësishëm me mendime kristiane nuk ka arritur deri te ne. Edhe në qoftë se Kurani ishte aq i rëndësishëm për myslimanët sa Bibla për të krishterët, ndikimi i Muhamedit për hartimin e Kuranit është i padiskutueshëm. Në këtë aspekt nuk përjashtohet mundësia që ndikimi i Muhamedit në përhapjen e islamizmit të jetë më i madh se ndikimi i përgjithshëm i Jezu Krishtit dhe Shën Pavlit në përhapjen e kristianizmit. Në një aspekt të drejtë mund të thuhet se ndikimi i Muhamedit në historinë njerëzore është i njëjtë për nga rëndësia me atë të Jezusit. Edhe diçka tjetër. Muhamedi në ndryshim nga Jezusi është figurë udhëheqëse si në aspektin fetar, ashtu dhe në atë botror. Në të vërtetë, duke i parë luftrat arabe si forca lëvizëse, ai mund të renditej në vend të parë si udhëheqësi politikan më i shquar i të gjitha kohërave.
Mund të thuhet se shumë ngjarje historike që kanë ndodhur kanë qenë të pashmangshme. Ato do të ndodhnin edhe po të mos drejtoheshin nga ndonjë udhëheqës i veçantë politik. Për shembull, kolonët jug-amerikan do ta fitonin pavarësinë nga Spanja, edhe sikur të mos kishte lindur Simon Bolivari. Por e njëjta gjë nuk mund të thuhet për pushtimet arabe. Në këtë vështrim, asgjë nuk ka ndodhur para Muhamedit dhe nuk ka bazë për të menduar se do të ndodhte e njëjta gjë dhe pa atë, Muhamedit. Të ngjashme me pushtimet arabe në historinë njerëzore janë pushtimet e mongolëve në shekullin e 13, që udhëhoqën kryesisht nga Xhengis Khani. Edhe pse ishin më të gjera se të arabëve, ato nuk mbetën jetë gjata. Sot i vetmi rajon i marrë nga mongolët është ai ku ata jetonin para kohës së Xhengis Khanit. Pushtimet arabe janë diçka krejt tjetër. Nga Iraku deri në Marok shtrihet një varg i plot kombësish arabe të bashkuar jo vetëm nga feja islame, por edhe nga gjuha, historia dhe kultura e tyre e përgjithshme arabe. Vendi i Kuranit në besimin mysliman, si dhe fakti që ai u shkrua në arabisht, u bën pengesë për shkatrimin e gjuhës arabe në dialekte të pakuptueshme, gjë që ndryshe mund të ndodhte në 13 shekujt e ardhshëm. Kuptohet, midis shteteve arabe ka ndryshime dhe mosmarrveshje, e kjo në një masë të rëndësishme, për mospajtimet e pjesshme nuk pengojnë për të parë elementet e rëndësishme të përbashkëta, që vazhdojnë të ekzistojnë. Kështu për shembull, as Irani, as Indonezia dhe të dyja vendet më prodhuese të naftës dhe me besim islamik nuk u bashkuan në embargon e naftës në dimrin e vitit 1973-1974. Dhe nuk është e rastësishme që të gjitha shtetet arabe. Në të vërtetë, vetëm arabët morën pjesë në embargo. Siç duket pushtuesit arab si gjatë shekullit të 8, ashtu dhe sot vazhdojnë të luajnë rol të rëndësishëm në historinë njerëzore. E pikërisht, ai gardi i pareshtur i ndikimit botëror dhe fetar na jep të drejtën që Muhamedin ta vlerësojmë si figurën më të shquar në historinë njerëzore.